Akil, eja pak të kagaj, të lutem se kam një muhabet me ty, personal. Kur të pysin, unë do them, nuk e di që ka marrë në kohë për zoologji. Ja, po shkon ajo, sepse ky mund të na timoj shumë keq me teoritë bashkëkohore ekologjike etj. Shkojmë tek Akili, sigurohemi që nuk dëgjojmë tek pjesa tjetër e fermerëve, se nuk dua ta dëgjojmë bisedën, e kemi shumë intime. Akil. Po. Më dëgjon? Tash po. Okej, si e njerë? Pasha zoten mirë, po me që mulla mundësia, a mundëm vetëm i gjatë shkurt me e thonë. Ja. Okej. Nuk mundesh i herë. Dakor. Pse? Nuk mundesh ti. Se do më thush në një gjë që ka të bëjë me lojën, me strategjit, me kështu, nuk dua. Dua të flasim për gjëra të bukura. Dhe çfarë është një nga gjërat më të bukura të jetës, Akil? Lumturia, familja. Çfarë është një nga gjërat më të bukura të jetës? Dashuria. Dashuria! L'amore! Të lovë ti. Gjatë këtyre ditëve në fermë, po ne kemi parë Akilin luftarak, edhe Akilin strateg, edhe Akilin humorist, edhe Akilin këngëtar, edhe Akilin që luan bukur në piano. Mos pyet. Po nuk ishim njohur Akilin romantik? Mos qoftë për mene jo pjesësh. A? Po. Jo, po se kisha ditur. Se kisha ditur, jo vetëm që je romantik, po se kisha ditur që je dhe ka që guximshëm me gocat. Po jo me 1, po jo me 2, po jo me 3, po me 4. Jo, mos më thuaj mua kot, mos më bëj, jo. Kam fakte, Akil Varfi. Janë montazhe. Kam fakt, janë montazhe? Janë montazhe. Hajde i shohim njëre dhe i diskutojmë bashkë. Po. Sa e bukur është kjo. Po i zëti më. A mund të lënë atoj pak? Falem. Jo, macem, jo. Nuk më do, është e lidhur. Jo, nuk është se më bezdis, se e kuptoj që e bën në formën e shakas. Unë më të rëgovaj se që qënë fillim me ty, se nuk doja këtë gjën të bëja, se unë dhja të bëja dhe lojë. Ha qa fati pas ka pas e djallë. Dhe thash, mos të përmënd më. Po më vini natë, se s'kam njët me Më mbaje për vete. Okej, unë e di që nësë kështë të ndësime, dhe unë do kisha njësë gjë, nuk do kishte të përnu më të bëjë, nuk do kishte shku më të bëjë, sepse unë vërtetën di që ti e shumë njëri mirë, edhe i njëri që ti ke një formë magneti që të afron drejt zamës. Herë më duket si kur kemi miqësit mirë, por që ndonjëherë më duket si kur nuk kurse njëri. Nuk ishim shkuar mirë. Unë mendoj që duna kish shku ma shumë me naj tip si Gjisi ose si Teni. Vanesa, ndoshta? Po. Në veç në Vanesën që si shobeti këtë. Si është kjo Vanesës, Jo si fermere, në po këto momente, se shpirti po më rëndohet copa. Western. Po vdes. Kemi po të bëndër, hej! Po kjo se kupton. Për para se tyja, në kisha lidhje në një vajzë. Edhe ajo me buri kusht. Ta nëse hyn te ferma, s'ke punë kur më me mua. Unë thjesht zgjova veten. Unë këtu tash kam hyrë sepse kam dosh me hyrë lirë. Mos më mojt as një pengjazh. Ti definitivisht e ke diçka jashtë. Kisha kanë single, një sekond vetëm s'kisha lënë. Për ferin nuk është e lidhur, po ferin kam do dyshimet mia. Historikisht dashur edhe kam pas më të gjata se vetë. Nuk jam mi kur inferior, sepse e disha që kur një vajzë e gjatë rrin me një djalë më të shkurt se vetin, dihet se djali ka diçka speciale. Ty të kam pa edhe më duk sikur jam ringjallë herë. Qa me thënë, kam vazhdu me rëndashtim duket. Unë e kuptova bisedën dje me Akilin. Akili nuk do që unë të iki. Akilin ka gjanë vërtet, unë e ndjej këtë gjën. Po nëse më nuk ka rëndësi, që ka lidhje? Me Gresën. Ha? Gresa është shumë e mirë. Edhe kam frikë sa të më shpërqendru në lojë. Se kam disponimin në dy. Po s'ke nevojë më lyjë, di ku krajullit. Po ta o zemën. Ja o zemën, se shumë djali mirë, vashallon. Jam qu me idenë veç me pa, mu është Gresa. A ka për momentin e djallë të mrena, që duket pak interesant? Ma doj ju. Te prajmi, me ston ati presionit që kisha, vetëmi të sy që po më shikoshin për me ndonë forë ishin sy të Gresës. Edhe na dejtën e zezë. E kom këthy, e kom zbordh. Pse nuk i thu ati me shku të agaj me i thanë? Shkojna. Indrit. Ai u mërdi. Kërë Indrit për ty
Ka shumë se të najtë bashkë, ishte krye. E kishte kry, e kishte marruat punë, kishte shku ta gaj me kërkuj këngë për ty. Po edhe unë për ta isha shku, se atë si ishe shku për mua, unë menoj që edhe ti ishe shku për mua, edhe unë isha shku për ti. Edhe për durën, edhe për ullën. Ja, u bërë shumë tash. Kështu është, kur fletë shumë, mësë njësë të marrin mua për seriozisht. Sa tërp. S'po flasun, po pres. Qa me folë, më? A? Sa ke që duka. Jo, po janë montazhe, besoj. Jo, e di që ka dalë tani, montazhe ose është inteligenca artificiale. O, zotë ma. Është e re kjo. Alibi e re. Tani, shiko. I kanë bërë me AI. Ideja është këto. Mun pëlqen shumë me lujt. Në aspektin me fuli komedian jam. Edhe duke marrë parasysh këta vajza këtu janë shumë të mira në gjitha aspektet. Edhe në shaka janë shumë mira, pra pranojnë shakan edhe batuten. Edhe të them drejten, nuk e mendoja kur që do vi këtu edhe do gjej një që ta njoftë sa ma seriosisht. Edhe kam thënë, më mirë për nga të mojtë tana, që mos ta kuptojnë me ke e kam. Okej. Mirë. Okej. Qëndron. E vërdojnë. Se unë e kam me një, po ata se din, që më mirë Me që din. njërën e ke, do me thëna, po se ke akuma me asjërë. Njëna më pëlqen shumë me thënë drejtën. E shumë e mirë, po s'kam qef me e morë vesht. S'ke qef me e marrë vesht. Ba me e morë vesht, leje që nuk më pranën, po e len firmen krejt, ajo, ik. Ashtu, a? Po ik ajo. Se unë kisha menduar në fakt që nëse nuk i ke akoma ide të qarta, të ti qartësoja me një vajzë të re, të gjatë 2 metra nga këto që ke qefti. Po falë pra më jale, isha, falë. Po për para se sa të ta... Ha mu tha se e prune. Po prit pra. Ha? Për para se ta sill ta njohësh, kurioze jam, kush të pëlqen nga ato të 4-ta? Shiko, ata vajzat janë të ratë mija, ta thosha dhe i herë. Por në të këtë 4-ta, një vajzë që vërtet më pëlqen për karakter, zgjuarsi, bukuri, ka të në të mija që ka fali madhi lumna për ta, Okej. është Gresa. Gresa ka pak më tepër dobësinë tënde, ëh? E ka, por që e di, e konsideroj pak platonike si gja për arsyen se unë nuk shoh asgjë. Nuk të ka dhënë asnjë sinjal që mund të ketë diçka më tepër. Asnjë sinjal, i vetmi sinjal më ka thënë rri mirë se po ta nejse. Okej.